Greqia përkujton sot 38 vjetorin e revoltës së studentëve të Politeknikumit të Athinës, që prej orëve të mëngjesit mira grek nderojnë viktimat e juntës ushtarake me lule dhe kurora. 38 vjet më parë, me urdhër të juntës ushtarake dhe ndihmën logjistike të ambasadës amerikane në Athinë, tanket dhe ushtrisë hyn në oborrin e Politeknikumit, ku ekzekutuan 10 vetë dhe plagosën qindra të tjerë. Protesta e Politeknikumit të Athinës ishte ngjarja që tronditi themelet e juntës ushtarake greke. Pak muaj më vonë, kolonelët lanë në panik pushtetin. Një pjesë e tyre u burgos, por asnjëherë nuk u penduan për 7 vitet e dhunës, burgimeve dhe poshtërimeve që i bën popullit grek. 38 vjet më vonë, ngjarjet e Politeknikumit sjellin përsëri ankthin e episodeve të dhunshme. Rreth mesditës mira grek do të dalin në shesh për zhvillimin e protestës së përvitshme në kujtim të viktimave të 17 nëntorit të vitit 1973. Protesta fillon në Politeknikumin e Athinës dhe nëpërmjet rrugëve kryesore të qendrës së Athinës, i drejtohet ambasadës amerikane, ku hidhen parrulla kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rolin e tyre gjatë ngjarjeve të 38 viteve më parë. Për të parandaluar aktet e dhunës, 7.000 polic patrullojnë në rrugët e kryeqytetit helen. Forcat e rendit i tremben përsëritje së përvitshme të akteve ekstreme, pamjet e së cilave bëjnë xhirën e botës.